Fituesi i edicionit të parë të Big Brother VIP Kosova, Arkimed Lushaj, i njohur si Stresi, ka bërë disa deklarata të forta që kanë ngjallur interesin e publikut rreth edicionit të katërt të këtij reality show. Stresi, një nga figurat më të njohura të muzikës shqiptare, ka komentuar mbi dinamikat e lojës dhe pozitat e disa banorëve, duke përmendur veçanërisht Eduard Kuçi dhe Labinot Rexha. Ai beson se këta dy konkurrentë do të arrijnë deri në finale. Edhe Labi edhe Edi, mbajeni mend që do të jenë dy të fundit në finale, ka thënë ai, duke e theksuar besimin e tij në aftësitë e tyre për të mbijetuar deri në fund të garës. Megjithatë, mbetet për t'u parë nëse parashikimi i tij do të realizohet. Javët në vijim do të jenë vendimtare për të parë nëse Kuçi dhe Rexha do të arrijnë të jenë dy finalistët e fundit të Big Brother VIP Kosova 4. Ky muaj i parë në BBVK ka qenë i mbushur me ngjarje të papritura dhe dinamika të forta, duke e bërë garën edhe më emocionuese. Banorët kanë krijuar aleanca, por gjithashtu kanë pasur përplasje që kanë shtuar tensionin në shtëpi, me një audiencë të madhe që ndjek çdo lëvizje të banorëve, çdo parashikim merr peshë. Stresi, me përvojën e tij, ka të drejtë të besojë në talentin e Edi dhe Labi, por gjithçka mbetet për t'u parë në këtë garë të paparashikueshme. Kjo parashikim ka tërhequr vëmendjen e fansave dhe analistëve të reality show. Duke pasur parasysh se Stresi vet ka kaluar përmes kësaj përvoje dhe ka dalë fitues, opinioni i tij është i rëndësishëm. Ai e njeh mirë lojën dhe dinamikat që ndodhin brenda shtëpisë, çka e bën parashikimin e tij edhe më të besueshëm.